Një moment i papritur brenda shtëpisë së Big Brother VIP ka ngritur shumë pikpyetje tek ndjekësit. Gjatë një bisede mes banorëve, Brikena dhe Shëndriti duket se kanë përmendur fituesin e spektaklit të Big Brother Vio Kosova, duke uruar lëndrimin për fitoren. Nëse je duke na parë, urime. E ke merituar. Të uroj me gjithë zemër, Londra, dëgjohet të thotë Shëndriti në një moment që tashmë po qarkullon gjerësisht në rrjet. Ndërkohë edhe Brikena shprehet se është gëzuar kur ka dëgjuar që ai ka fituar, duke shtuar edhe më shumë dyshimet mes fansave të formatit. Por kjo situatë ka ngritur një pyetje të madhe. Si është e mundur që banorët të dinë rezultatin, kur sipas rregullave të Big Brother, atyre nuk u lejohet të marrin informacione nga jashtë gjatë qëndrimit në shtëpi? Ky moment ka ndezur menjëherë diskutime në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës po pyesin nëse bëhet fjalë për një lapsus, një informacion të marrë në mënyrë të tërthorë, apo thjesht një keqkuptim gjatë bisedës. Tashmë mbetet për të parë nëse produksioni do të reagojë për këtë situatë që po komentohet gjerësisht nga publiku.